A i di pse këngëtarja e famshme Shkurtë Feza ka këtë emër? Shikoj pak këtë. Emrin tim ma kanë vënë Shkurtë, sepse unë jam vajza e 4 të familjes. Dhe ma kanë vënë emrin Shkurtë që të shkurtohet lindja e vajzave, të përfundoj seria e vajzave. Dhe Shkurta duhet ishte fundi i vajzave në shtëpi, një mënyrë për të thënë mjaft me vajza. E trishtueshme apo jo? Kjo tregon fakt se në atë kohë, por edhe sot në disa vende djemt shihen si më të dëshirueshëm se sa vajzat. Por për ironi të fatit, ndërsa familja priset që djemtë do të ishin ato që do i nderonin, ishte në fakt Shkurta ajo që la emër. Kënga Mora fjalë që Shkurta e këndon me shpirt është kthyer në frymëzim kombëtar në stadiumet Kolos Kombëtarja. Dhe ironia është në fakt se që këndohet me qindra burra nëpër stadiume si një himn krenarie shqiptare. Jeta e saj në fakt na tregon një të vërtetë të thjeshtë. Vlera e një njeriu nuk përcaktohet nga gjinia, emri apo kultura. Më shkruaj në komentet më poshtë si e shikon ti barazinë midis vajzave dhe djemve në shqiptarinë e sotme. Çdo vajzë ka vlerë, çdo djalë ka vlerë. Zotit bekoft.